I ati i Ervis Martinajt është paraqitur në SPAK lidhur me disa hetime që po zhvillon kjo prokurori ndaj Ervis Martinajt. Për të folur se çfarë ka ndodhur realisht dhe deklaratat e tij, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fatmir Merkoçi, analist. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve. Zoti Merkoçi, si e cilësoni deklaratat e të jatit Ervis Martinajt, ku ai ka deklaruar se të gjithë e dinë që ai është vrarë në Durrës? Përforcon atë deklaratë që unë pata bëra në një intervistë me ju, duket kam qenë, kur të gjithë dinë nëpër media, pastaj 2 ditë me rrjedhë morën në gjithë mediat dhe deklaruan që Ervis Martinaj ka vdekur. Në atë kohë deklarova që Ervis Martinaj është gjallë dhe është në Shqipëri. Deklarata e Tiatit që Ervis Martinaj është vrarë në Durrës përforcon atë pjesën që Ervis Martinaj ka qenë në Shqipëri, pra, është në Shqipëri. Nëse është gjallë apo vdekur, pastaj ajo është organ kompetente që e vlerëson. Por ka një problem në këtë histori. Zakonisht gjë që njihet në jurisprudencë, po edhe kriminalistika e ka të qartë që një vrasje e cila ndodh ka shi një personi, sidomos ka shi një personi që si Ervis Martinaj që ruhej dhe bëhet, do le një gjurmë, diku do le një gjurmë. Gjurma është sepse Ervis Martinaj do ketë porositës, po marrim rastin me ekzekutimin me pagesë, dhe ata që e kanë vrarë, themi që kryejnë ekzekutimin, por që janë më tepër se sa 1 apo 2 vetë. Pra, çka do të thotë që asgjë nuk mbetet e fshehtë nëse në një krim janë 2 vetë pjesëmarrës. Vetëm kur njëri vdes, atëherë krimi nuk mund zbardhet si ngjelet vetëm një person. Kështu që në këtë rast unë pata deklaruar që Ervis Martinaj është i gjallë dhe është në Shqipëri dhe unë vazhdoj të mbetem këtij gjykimi që Ervis Martinaj duhet të jetë gjallë, patjetër, dhe është në Shqipëri. Nuk është ndonjë problem i madh për tu fshehur apo për të ndëjtur një fshehje qoftë edhe në Shqipëri. Duke pas parasysh qoftë misin që ka pas Ervis Martinaj, qoftë edhe financën e tij, bën të mundur që ai të rri diku apo të fshihet diku. Nëse do ishte ekzekutuar, unë jam i bindur që të paktën një shenjë do dilte e ekzekutimit të tij, nuk di, domethënë një shenjë, një diçka e tillë do dilte në skenë për të vërtetuar që është vrarë, qoftë edhe nga grupet rivale apo nga ai vet grup i cili ka ekzekutuar dhe për t'ia dërguar porositësit. Domethënë, nuk kemi ndonjë sinjal të tillë dhe për sa kohë nuk kemi sinjal të tillë, unë i mbetem gjithmonë besnik asaj deklarate që kam bërë kohë më parë që Ervis Martinaj është gjallë. Pse i ati deklaron që ai është vrarë? Çfarë interesash ka që babai të deklarojë për të birin e vet që atë e kanë ekzekutuar? Jo, Jadi nuk ka ndonjë interes për të vërtetuar atë që Ervis Martinaj është i ekzekutuar. Interesi i tij duke bërë këtë lloj deklarate, interesi i tij është për të vënë në punë SPAK-un apo drejtësinë themi, në përgjithësi, por edhe organet shtetërore për t'i vënë në lëvizje dhe për të nxjerrë atë që unë them, që duhet të nxjerrin të paktën një provë, sado e vogël të jetë, por të nxjerrin një provë për të vërtetuar që Ervis Martinaj është vrarë. Dhe në këto kushte ai nuk mund dalë dhe të deklarojë që Ervis Martinaj është gjallë. Përkundër, ai thotë që Ervis Martinaj po dakord, është i vdekur, po ju më sillni provat. Dhe në këtë moment ai vë SPAK-un dhe të gjithë strukturat e shtetit shqiptar i vënë në lëvizje për të nxjerrë qoftë thash edhe një telefon natë, një qeliz, një diçka, sepse po ta vëmë re në të gjithë analistat apo gazetarët apo mediat që kanë treguar për Ervis Martinaj, të gjitha janë kontradiktore njëra me tjetrën, askush nuk ka një provë të saktë, askush nuk mund të thotë se ku ka ndodhur ngjarja, dhe të gjithë anashkalojnë, por vetëm nisin me atë idenë që Ervis Martinaj
është ekzekutuar. Por askush nuk ka një provë, nuk po them shkencore se dalim deri te shkencoria është shumë e vështirë, por një provë, çdo lloj prove tjetër që qoftë edhe një rroba, një ora, një unaz tia, nuk di, domethënë një diçka ti personale, se zakonisht kur ndodhin këto lloj vrasjesh, nëse ndodhin këto lloj vrasjesh, patjetër që ekzekutori duke dashur të fshehë kufomën, atëherë patjetër që duhet marrë diçka për t'ia treguar personave të cilët e kanë dërguar për të bërë ekzekutimin, apo për ta mbajtur edhe thjesht si relike për të bërë, për të treguar, domethënë, atë ngjarjen që ka ndodhur. Dhe nuk ka bëva kina njëherë që ngjarjet të zgjasin kaq shumë, sidomos për këto lloj vrasjesh, të zgjasin kaq shumë, autori mos të dali viktima, domethënë, dhe nuk ke asnjë lloj autorit për cilët dyshohet apo bëhet. Në atë deklaratë që kam thënë që shihni se në Durrës duhet ta dinë shumë mirë se ku është Vis Martina, askush se morën gjithmonë me atë idenë që është vrarë, është bërë dhe e kanë trumpetuar gjatë gjithë kohës si një person i zhdukur. Kaq. Dhe i ati me të drejtën e Zotit, ai ka gjithë drejtën e Zotit ta bëj këtë artikulim duke thënë që dakor, ka vdekur, mu më jepni provat. Pra, e gjithë kërkesa e familjarëve dhe personalisht i atit është që dakor, është vrarë në Durrës, dakor, më jepni provën. Se çdo njeri kërkon provën për një akt të tillë. Patjetër se nuk mund merret a priori, është vrarë, po ku? Si? Qysh? Tek? Kush janë personat që e kanë vrarë? Dhe thash, kjo është për të futur më tepër për t'i futur, për t'i vënë në lëvizje ingranazhet e qoftë SPAK-u, po qoftë edhe të institucioneve ligjzbatuese në Shqipëri për sa i përket kësaj ngjarje. Dhe Mërkoçi ka pasur shumë zëra që thonë që ai mund të ketë ndryshuar fytyrën pasi ka bërë operacione plastike. Sa gjasa ka që mund të ketë ndodhur një gjë e tillë? Nuk besoj se Vis Martina ka bërë operacion plastik. Unë them që Vis Martina prap i mbetem besnik asaj që Vis Martina është në Shqipëri. Dhe nuk ka pas nevojë të bëj operacion plastike sepse Vis Martina i ka pas ato lidhjet dhe vazhdon besoj t'i ketë, nëse është gjallë, t'i ketë lidhjet me strukturat qoftë policisë, qoftë drejtësisë, dhe nuk besoj se do arrijë deri aty sa të ndryshoj fytyrën, domethënë. Ndryshimi i fytyrës është një gjë që nuk bëhet në Shqipëri, nuk bëhet as në vendet fqinje, themi, siç është Malizia apo Maqedonia. Kështu që duhet shkoj diku tjetër për ta bërë, dhe lëvizjet të cilat ai do t'i bënte në këtë lloj veprimi, patjetër që edhe në spitalet ku është duhet të ishte i shoqëruar me dikë tjetër, do ketë kontakte me njerëz të tjerë, pavarësisht se ke ndryshuar fytyrën, prap kontakte do t'i mbash me miqt apo të afërmit e tu apo besnikët e tu, kështu që kjo është një alibi e hedhur thash nga media kryesisht, vetëm për të mbuluar të pjesën e paaftësisë, themi, të drejtësisë shqiptare, të prokurorisë kryesisht për sa i përket gjendjes e Vis Martinës, duke qenë se nuk kanë asnjë lloj sinjali dhe asnjë lloj shenje për sa i përket viktimës, pra nëse ka ndodhur ngjarja, dhe duke mos pasur asnjë lloj shenje, themi, atëherë detyrohen të thonë idetë e tjera, ka ndryshuar identitetin, ka ndryshuar fytyrën, ka ndryshuar apo është absurde ta mendosh që ka ndryshuar fytyrën, dhe po t'ishte se ka ndryshuar fytyrën, gjëja më e thjeshtë që mund të bënte familja pa bërë bujë, pa bërë absolutisht asnjë lloj kërkese apo përgjigje nga organet të drejtësisë, mund t'ju drejtonte gjykati për zhdukjen e tij, dhe sipas kodit penal ka edhe afatet
e vdekjes pastaj. Pra shpallet njerëz duke pastaj gjë të cilët mund ta bënin pa zhurmë, pa u fut institucioneve të tjera në lojë, sepse futja e institucioneve të tjera në lojë pastaj do kërkoj hetimin, do kërkoj mbylljen e hetimeve, do kërkoj ku janë pistat, do shkoj deri diku, mbasi nuk e gjem, po deri diku duhet shkoj, gjë që nuk ka ndodhur në Shqipëri. Është marrë vetëm thjesht me lajme portalesh, gazetash, emisione televizive që kanë deklaruar që është vrarë dhe kaq. Por nuk ka asnjë lloj prove, gjitha janë hamendësi të njerëzve. Zoti Merkoçi, pse vendosi Ervis Martinaj nëse është zhdukur për të zhdukur? Pra, mbi çfarë arsyesh e mori këtë vendim? Një nga arsyet kryesore ka qenë konflikti që ka pas me Ramën, me kryeministrin e Shqipërisë. Ju i dini mjaft mirë deklaratat që ka bërë Rama, duke qenë në kushte të tilla dhe duke qenë se ka pasur dhe konflikte të tjera me persona të tjerë, patjetër mos harrojmë atentatin që u bën tek ura e Fushkryes, ishin gjithë njerëzit e tij. Unë mendua që ishte Vis Martinaj aty, në atë moment Visi nuk ishte. Kështu që të gjithë këto lloj atentatesh që u bën, duke u ngushtuar dhe rreth i tij, i besnikëve të tij, themi i miqve të tij, dhe kërcënimi që i bëri kryeministri atëherë ka vendosur që të zhduket në këtë lloj forme. Por pse them unë që Vis Martinaj është gjallë? Sepse po të shohim gjithë atentatet që kanë ndodhur pas vdekjes Vis Martinaj, janë të gjithë kundërshtarët e Vis Martinaj, dhe nuk mundet që vdekja e Vis Martinaj të sillte dhe atentate kundër rivalëve të tij, themi. Kështu që kjo më shtyn shumë më tepër disa indicie të tjera personale, por kjo më shtyn më tepër që të them që Vis Martinaj është gjallë. Zoti Merkoçi, sa gjasa ka që shteti të japi një deklaratë lidhur me fatin e Ervis Martinajt, ashtu siç është premtuar nga zoti Rama? Shteti mund t'japi çdo lloj deklarate, nuk është shteti ka dënuar edhe njerëz të pafajshëm, dhe mas 20 vjetësh ka dalë që është i pafajshëm. Kjo nuk deklarata e shtetit apo dhënia e shtetit, qoftë edhe një deklaratë që ai ka vdekur, nuk përbën fakt juridik të themi që ai ka vdekur. Për është prova ajo që e vërteton. Po një copë letër nuk vërteton atë gjalljen apo vdekjen e një personi. Ai është thjesht i copë letër, një deklaratë, nuk është asgjë tjetër. Në hetime thot ai që kemi bërë deri tani, nuk kemi gjetur gjë, rezulton i zhdukur dhe nuk dim asgjë tjetër. Por kjo nuk e bën faktike, nuk e bën reale, themi, faktin se ka vdekur apo është gjallë. Kështu që për sa kohë nuk ka asnjë lloj shenje, nuk ka asnjë lloj themi mënyre për ta vërtetuar vdekjen e tij, vdekja e një personi nuk mund të deklarohet nëpër media apo me opinione gazetarësh apo opinionistësh dhe dalin e thonë që ky ka vdekur sepse ky rival këtu apo kjo band këtu ka bërë këtë, ka bërë atë. Në mënyrë absolute këto janë domethënë nivel i papranueshëm për një logjik normale, që të dalësh media dhe të deklarosh që atëherë unë siç e kam deklaruar që Vis Martinaj është i gjallë, atëherë po deklaroj prapë që Vis Martinaj është i gjallë dhe të më japin një fakt që Vis Martinaj ka vdekur. Kaq e thjeshtë. Ta që dalin nëpër media dhe thonë që Vis Martinaj është i vdekur, unë ja u deklaroj që Vis Martinaj është gjallë. Atëherë të dalin të japin një fakt, argument se ku është Vis Martinaj dhe ku është ekzekutuar. Kush është ekzekutori dhe ku është trupi. Tani, thash në një grup, se thash nëse është vrarë, nuk është vrarë nga një person i vetëm. Dhe Vis Martinaj nuk ishte nga ata që shkote viktim, apo ecte me dikë që ai nuk e njihte, e nuk e bënte, nuk kishte siguri. Atëherë, duhet të jenë mbi 2-3 vet, 5 vet, nuk di sa mund të jetë grupi, që mund ta ketë ekzekutuar. Por nga këta 5 vet,
patjetër që dikush do flasi. Patjetër dikush do ta thotë një gjysmë fjalë. Në rrethet shoqërore, në bisedat, në këtë dhe në atë. Kështu që është e pamundur të thuash që Vis Martina nuk ishte një njeri, se do të ishte shumë normale dhe do ta quaje shumë normale, pse duhet zhduk trupi? Pyetja e parë, pse duhet zhduk trupi? Nëse e kanë ekzekutuar, mund ta ekzekutoj aty në makinë ku janë, ta quajnë edhe vetë vrasi po deshën. E kupto? Dhe largohen dhe e lejnë viktimën aty. Ai nuk do fliste i vdekur. Por zhdukja e trupit krijon alibin. Alibia që ku është ky njeri? Kush janë ekzekutorët? Me kë shoqërohet? Ndurrës ka qenë atë natën kur ka hik. Prandaj thotë Iadi është ekzekutuar Ndurrës, se Ndurrës ka qenë atë natën. Atëherë ku është? Me kë ka qenë? Kush ka qenë atë darkë? Ka hik me femër. Kush është femra? Pa marrin rastin. Kush është personi që e ka shoqëruar se Visi nuk dilte vetëm nga lokali? Prandaj po them, këta që dalin dhe deklarojnë këto lloj gjërash, jo po shkoi deri në Vorë, pastaj hiku vetëm, pastaj u zhduk, pastaj si hiku vetëm. Tashti kemi arrit në teknologjia ka arrit shumë e shumë gjërë. Ai po ta sjell raketën 4000 kilometra larg e po ta fut në mrena në shtëpi. Nuk gjekan këta se ku pas ka shku, ku ik, me gjithë qelizat e telefonatave. Prandaj them është nonsens. Sepse dakord, ata mund nga urrejtja, po marrim edhe çështjen e urrejtjes. Nga urrejtja e madhe ata mund ta coptoni, mund ta nuk di, domethënë trupin mund ta coptoni, mund ta bënin, po sido që tjetë do ngelte diçka. Mos dalja e një fakti të vetëm, atëherë çfarë ndodh? Ndodh që ky person është zhdukur për llogarit vet. Për të mbyllur shumë konflikte. Dhe thash, të gjithë kundërshtarët e Vis Martinit janë vrarë pas vrasjes së Vis Martinit. Kush i vrau këtë? Ka bërë ndonjëherë pyetje njëri? Dhe këtu lind ai momenti kontraditor. Se thash, po t'ishte për ta zhdukur, se pas ka ndru fytyrën dhe duhet deklarohet i zhdukur dhe ose i vdekur, familja mund ta bëte fare kollaj në gjykatë. E ke në kod zhdukjen e personit për një aftësi. Denoncimi ishte po që është zhduk, shkon në gjykatë, merr vendimin e zhdukjes dhe pas periudhës kohë 3 vjeçare sa e ka kodi, deklarohet i vdekur. Këtu nuk ka absolutisht asgjë për ta bërë buj, nëse ky ka ndru fytyrën, pra që nuk do të deklarohet më me atë fytyrë. Dhe themi që ky ka vdekur dhe ka bërë një falsitet dokumenti, më thehet thash. Po pse do ta bëj familja kaq të madhe? Se këtu nis logjika e hetimit. Pse familja kërkon ta bëj këtë? Kur mund ta bote në një rrugë shumë të qetë, nëse ky pas ka ndru fytyrën, dhe familja dyshon tek pjesa që ky është gjallë. Ndaj kërkon edhe nga prokuroria dhe nga organet ligjbatuese të japin një vendim apo të japin një arsyetim shkencor. Jo kështu vdiq, u zhduk. Po si u zhduk? Vrasi kaktus sa dush. Në Shqipëri janë bërë dhe natën, janë bërë me maska, janë bërë këtu, po është gjetë arma, është gjetë trupi, është gjetë një rrobë. Mos harroni, kemi çështjen e këtij Remziu. Mas kaq vjetër. Po dihet, janë thënë ca gjëra, trupi vërtet është gjetë, po janë thënë ca fakte. Që është prokuroria pastaj që i merr faktet, i vërtetoni, bëni gjendjen. Ai që e ka vrarë, mund mos tregoj se ku e ka vrarë, ku ka varros. Dakor. Por që është vrarë pastaj dihet. Gjehet, prokuroria këtë ka.
Organi hetimor këtu është. Nuk është organi hetimor të bëj vetëm deklarate televizive, apo të merret me deklarate që bëjnë gazetarët apo analistët nëpër studio. Nuk mundet kurse si. Nëse viktimat e Otrandës kanë hyrë, nuk gjejnë trupat sepse kanë rënë det, po dihet ngjarja. Pra asgjë nuk ngelet anonim. Anonim mund ngeli ekzekutori, gjehet trupi dhe ekzekutori. Anonim mund ngeli ekzekutori, nuk tregon trupin, se ku e ka varrosi, çka ka bërë. E ka hedhë në deta, e ka hedhë në liçena, e ka hedhë në pusa, ku diun. Edhe nuk e tregon. Dhe rasti tilla ne kemi sa dush, por një palë është e identifikuar. Pra, ose autori, ose viktima. Po nuk mundet që edhe viktima dhe autori nuk u dikan. Ç'është ky alibi kështu? Pra, organi akuzës dhe ai prandaj thot, ore, kam vranë Durrës, ai po thot kam vranë Durrës. Gjehet tash se kush është. Ç'është nga momenti që ka qenë lokal dhe ka dalë. Me kë ka dalë, kush e ka shoqëruar, me kë ka qenë, çka ka bërë. Dhe këtë kërkojnë ata. Pastaj a gjehet trupi, as gjehet trupi, ai është hapi dytë themi. Po fillimisht duhet vërtetosh një. Po jo me deklarate se dalin ca gazetarë thonë Vis Martini o vra. Njoni thot ka hik në Kolumbi, tjetri thot ka hik në Algjeri, tjetri thot absolutisht. Nuk japin absolutisht asnjë lloj fakti real për të vërtetuar. Dhe kjo është domethënë dilema e familjes temi. Që kërkon një përgjigje nga organi i akuzës, prokuroria, grupi hetimor, dalin me vendim. Por jo me i cop letër, ky filani ka vdekur dhe kaq. Prandaj them, edhe ajo alibia që më ka ndru fytyrën nuk më konvergon në këtë pikë. Mos ju duket çudi që mas rrëzimit të Ramës, pasi t'ikë Rama si kryeminist, shfaqet Vis Martini. Kush më garanton këtë? Për sa kohë nuk kam asnjë lloj fakti, unë them mas ikës Ramës, Vis Martini shfaqet. Se hikën kundërshtari i tij, që është kryeminist, se nuk është kundërshtari i thjeshtë rrugë. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe juve.